Leonardo da Vinci, njën nga figura më të njohur të rilindjes, ishte një artist, shkencëtar dhe shpikës i shquar. I lindur në vitin 1452, në Vinci, Itali, Leonardo mishuronte idealin e njeriu të rilindjes, duke shkëlqyer në një sër disiplinash. Veprat e tij, si Mona Lisa dhe Darka e fundit, vazhdojnë të magnitin dhe frymëzojnë breza të tërë. Veçanërisht, Darka e fundit e pikturuar midis viteve 1495 dhe 1498 në murin e manastirit të Santa Maria delle Grazie në Milano, është një kryevepër e qëndrueshme e artit fetar dhe një përshkrim i thellë i besimit të krishterë. Tek Darka e fundit, Leonardo kap momentin dramatik ku Jezusi u shpall discepujve të tij se njëri prej tyre do ta tradhtonte. Piktura është plot emocion dhe lëvizje. Krishti qëndron në qendër, i qetë dhe i përqendruar, duke formuar një figurë trekëndore që simbolizon Trininë. Përreth tij janë 12 dishepuj, të ndarë në 4 grupe nga 3, secili duke reaguar me tronditje, mosbesim apo gjeste pyetëse. Tryeza është e mbushur me elementë të thjeshtë, bukë dhe verë, të cilat na kujtojnë themelimin e shërbesës së komunionit, i vetmi rituali porositur nga Krishti. Detajet e kujdesshme të Leonardos e pasurojnë pikturën me shtresa domethënie. Drita që vjen nga dritarja pas Krishtit krijon një efekt si aureol, duke theksuar hyjninë e tij. Përdorimi i perspektivës të rej syrin e shikuesit drejt tij, duke nënvizuar se Jezusi është pika qendrore e kompozimit. Shprehjet dhe qëndrimet e çdo dishepulli tregojnë një histori, duke reflektuar trazirat e tyre të brendshme dhe personalitetet individuale. Një figurë që shpesh keq kuptohet është Gjoni, i ulur në të djathtën e Krishtit. Në artin e rilindjes, figurat mashkullor të reja shpesh përshkruheshin me tipare të buta dhe delikate, një stil që synonte të përcillte pastërti dhe hir. Gjoni, dishepulli më i ri dhe ende adoleshent, duket i butë dhe pothuajse femëror në pikturë. Kjo paraqitje është keq interpretuar nga disa, përfshirë tregimin fiktiv tek Kodi i Da Vinçit, i cili pretendon në mënyrë të gabuar se Gjoni është Maria Magdalena dhe sugjeron një marrëdhënie sekrete midis saj dhe Krishtit. Këto teori janë të pa baza dhe kundërshtojnë si dëshmitë historike ashtu edhe të vërtetat biblike. Askund në shkrimet e shenjta nuk sugjerohet një marrëdhënie e tillë, dhe dëshmia e qëndrueshme e Ungjillëve konfirmon rolin e Gjonit si dishepull i dashur dhe të Maria Magdalenës si një ndjekëse e devotshme e Krishtit. Në vend që të tërhiqemi nga trillime konspirative, le të kthehemi te Bibla, që është dokumenti më i vërtetuar në histori. Bibla nuk përmban teori spekulative, por të vërtetën që transformon jetën. Ungjilli i Gjonit shënon fjalët e Krishtit gjatë darkës së fundit, të cilat janë: Unë jam rruga, e vërteta dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Kjo deklarate e thellë është një ftesë për secilin prej nesh që të vim tek Ai, që nuk është thjesht një mësues i mençur, por shpëtimtari i botës. Dashuria sakrifikuese e Krishtit, e simbolizuar në bukën dhe verën e darkës së fundit, është e vërteta përfundimtare që bashkon mbar njerëzimin. Ai e dha trupin e tij dhe derdhi gjakun e tij për shpengimin ton, duke na pajtuar me Zotin. Ringjallja e tij nuk është një mit, por një realitet historik që e veçon atë nga të gjithë të tjerët. Ndërsa bota ofron teori dhe shpërqendrime të panumërta, vetëm Jezusi ofron shpresën e jetës së përjetshme. Pra, të dashur miq, ku po e kërkoni të vërtetën? Në teori gjithnjë e në ndryshim të njerëzve apo në fjalën e pandryshueshme të Zotit? Bibla përmban përgjigjet për pyetjet më të thella të jetës. Mesazhi i saj ka fuqinë të sjellë paqe, gëzim dhe qëllim në jetën tuaj.
Jezusi vetë premton, do ta njihni të vërtetën dhe e vërteta do t'ju bëj të lirë. Merrni një moment sot për të hapur Biblën dhe për të takuar Krishtin e gjallë. Lutuni dhe kërkoni atij të zbulohet për ju. Ai qëndron në derën e zemrës suaj, gati për të hyrë dhe për të transformuar jetën tuaj. Thoni, Jezus, dua të njoh, më trego të vërtetën tënde, më udhëhiq në dritën tënde. Darka e fundit nuk është vetëm një pikturë, është një thirrje e përjetshme për të ardhur në tryezë dhe për të marrë hirin e atij që dha jetën për ju. A do t'i përgjigjeni ftesës së tij?